Zgjedhjet lokale ishin konkurruese për shumë të polarizuara dhe me dominim të temave kombëtare përfshir linjën etnike, që shtypi çështjet lokale vlerësojnë vëzhguesin ndërkombëtar. OSBE, ODIHR, Kongresi i Këshillit të Evropës dhe Parlamenti Evropian edhe këtë herë regjistruan se paratë shtetërore përdoren për qëllime politike dhe kishte akuza për represione dhe frikësim të votuesve dhe të punësuarve në administratën publike. Legal provisions for political advertising, including in the media, disadvantaged independent candidates and non-parliamentary parties, and unduly excluded smaller parties. Kongresi i autorëve lokal dhe rajonal pranë Këshillit të Evropës vlerësoi se dita e zgjedhjeve kaloi paqësore dhe rregullisht, me vlerësim pozitiv për punën e komisioneve zgjedhore dhe përdorimin e identifikimit biometrik, megjithse vërejtën ndërprerje teknike që duhet të tejkalohet në të ardhmen. We also welcome that since the last Congress election observation mission, election board members have received a higher standard of training, which has increased the operational capacities of the electoral management boards, alongside their positive efforts to enhance the use of biometric identification. There were technology glitches with those machines, which we saw at first hand, and we hope that these can be addressed for the next election. Parlamenti Evropian kujton se shumë rekomandime nga vëzhgimet e mëparshme janë ende të hapura dhe gjatë ditës së zgjedhjeve pati gabime procedurale në rendin e numërimit të votave, votim familjar dhe akses të dobët për personat me aftësi të kufizuara. Në lidhje me përfaqësimin e grave, vëzhguesit theksojnë se kuotat ligjore e lejojnë që 1/3 të jenë në listat këshilltare, por në listat për kryetar komune gratë janë dramatikisht të nënvlerësuara dhe duhet gjetur zgjidhje për përfaqësim adekuat edhe në këto lista. Nga Parlamenti Evropian, i cili në thelb nuk vëzhgon zgjedhjet lokale, u tha se disa gjëra duhet përmirësuar. We further encourage a robust and sustained fight against corruption, a destabilizing force that threatens the integrity of the nation's democratic institutions. We encourage the new local authorities to focus on core local issues, answering citizens' calls for better living conditions, a lower cost of living, clean air, and a strong stand against corruption. Vlerësimi i përgjithshëm është se zgjedhjet ishin konkurruese dhe përgjithsisht paqësore, por se vërejtjet thelbësore të OSBE, ODIHR dhe partnerëve nuk adresohen mjaft shpejt, veçanërisht në pjesën e shanseve të barabarta në fushat, aksesit të listës së saktë të votuesve dhe forcimit të përmbajtjes lokale në zgjedhjet lokale.